Protesta para bashkisë, edhe pse kishte apo ka me foltorën të njëjtin periodicitet, mendoj që janë dy gjëra të ndryshme. Ajo ishte një farë mënyre protest për nga mënyra e zhvillimit, për nga agresiviteti, atë përdorëshin goma që digjeshin, përdorëshin të dyja në finale kërkojnë ndërheqje. Pra në njërin rast ndërheqje në kryebashkiakun, në këtë rast kryeministrit. Padyshim, kishte konfrontim, ishte më e dhunshme, ishte më agresive. Ndërsa foltorja është thjesht një grumbullim i them as qindra, se janë më qindra njerëz. Por të thënë që ne jemi këtu, pra, në një formë, në thonjë. Për mua është foltorja që zhvillohet para shtelisë së qeverisë, është një përpjekje për të mbajtur atë qëndrueshmërinë, atë qëndrimin opozitaristë, ta mbajtur gjallë, për të thënë që nuk e keni shkrehur punën tonë, nuk keni tërhequr në zyra, nuk keni tulatur, dhe është bërë ndryshimi mes foltores dhe protestës, sepse për të organizuar një protestë të madhe do duhet të shpenzohen kohë, energji, njerëz, siç ishte ajo që zhvilluar në nivel kombëtar, që mori goxha kohë për të organizuar,